Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar Eric Wend si ambasadorin e ri amerikan në Shqipëri, duke hapur rrugën marrjes së detyrës së tij diplomatike në Tiranë në ditët në vijim. Kandidatura e Wend u miratua me 51 vota pro dhe 47 kundër në seancën plenare të Senatit, pas miratimit të mëparshëm nga Komiteti për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit të SHBA-s, ku ai mori mbështetjen e 19 senatorëve, ndërsa 3 votuan kundër. Me këtë votim, procedurat kushtetuese të konfirmimit konsiderohen e përfunduar dhe pritet që Departamenti Amerikan i Shtetit të njoftojë zyrtarisht nisjen e misionit diplomatik të ambasadorit të ri në Shqipëri. Eric Wend vjen në një detyrë pas një karriere të gjatë ushtarake me mbi 30 vite shërbim në forcat speciale amerikane, nga të cilat është tërhequr me gradën general lejtnant. Gjatë karrierës së tij, ai ka mbajtur edhe poste të rëndësishme në strukturën e NATO-s dhe misioneve ndërkombëtare të sigurisë, duke fituar përvojë të gjerë në çështjet e mbrojtjes dhe bashkëpunimit strategjik. Në fund të muajit maj, Wend doli përpara Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit, ku prezantoi prioritetet e tij si ambasador në Shqipëri. Gjatë seancës dëgjimore, ai theksoi se fokusi i mandatit të tij do të jetë forcimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, rritja e sigurisë kibernetike, thedhimi i bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe nxitja e investimeve amerikane në Shqipëri. Procedura e emërimit të ambasadorëve amerikan bazohet në parimin kushtetues të këshillimit dhe pëlqimit, sipas të cilës presidenti nominon kandidatit, ndërsa Senati shqyrton dhe voton për konfirmimin e tij. Pas miratimit nga Senati, presidenti i Shteteve të Bashkuara formalizon emërimin zyrtar, duke hapur rrugë nisjes së mandatit diplomatik. Emërimi i Eric Wend vjen në një moment kur marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SHBA-s vijojnë të konsiderohen strategjike, veçanërisht në fushat e sigurisë, mbrojtjes dhe integrimit euroatlantik.